Malësitë e Tepelenës janë ndër zonat më të bukura malore të jugut të vendit, të njohura për peizazhe piktoreske dhe potencialin e lartë turistik. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga malësitë e Tepelenës duke i cilësuar si fantastike. Pamje fantastike nga malësitë e Tepelenës, shprehet kryeministri në postimin e tij i shoqëruar me një video që pasqyron bukurinë natyrore të zonës. Tepelena ndodhet në krahinën e Dervenit në jug të Shqipërisë. Ky qytet përshkohet më tej nga lumi Vjosa dhe kufizohet në pjesën verilindore me malin e Shëndëllisë, në pjesën qendrore me malet e zonës së Kurveleshit, ndërsa më në jug me malin e Golikut, grykën e Meshgoranit që ndan si me thik vargmalet e Shëndëllisë, Lunxërisë, Buretos dhe Trebeshin dhe Mbel në Mërç. Dy lumenjt nga më të mëdhenjtë të Shqipërisë, Vjosa dhe Drinos, krijojnë një peizazh madhështor të preferuar nga turistët e huaj dhe vendas. Ky qytet është një pozicion strategjik e spektakolar, me muret e saj kapur në anën shkëmbore, kurorzuar nga kalaja Lipash Tepelenës. Përtej këtij qyteti të vogël por historik interesant, gjenden fshatra me histori, ashtu si kurse dhe malësia e Kurveleshit, përgjatë një rruge malore të pyllëzuar ku mund të shihni dhe ujësjellësin e Aliut në Bënç. Tepelena është një vend banimi i hershëm që lidhet me ndërtimin e një kështjelle në shekullin e 7 të ngritur në këtë pikë strategjike në kryqëzimin e rrugës së Vjosës, grykës së Kulqyrës, Drinosit dhe Mallakastrës. Në vitin 1789 qyteti u udhëhoq nga Lipash Tepelena, i cili ngriti sarajet e tij, të cilët mbetën një nga atraksionet më të vizituara të këtij qyteti. Uji i ftohtë në Tepelenë nuk është vetëm një destinacion turistik që drejton drejt jugut të Shqipërisë, por edhe një aset i traditës i cili vijon të ngjallë kurreshtje për adhuruesit e natyrës dhe turistët. Kultura e Tepelenës është mbreslëndse, pasi ajo përmbledh të gjithë trevat që gjenden në të djathtë luginës së lumit Vjosa dhe krahinës së Labërisë. Turistët vendas dhe të huaj kanë zgjedhur Tepelenën gjithnjë më shumë si destinacionin e tyre turistik. Atraksionet janë lumi i fundit i egër i Evropës, mbretëresha e lumenjve Vjosa, kalaja Lipash Tepelenës, ujësjellësi i Aliut në Bënç, uji i ftohtë, kanjonet dhe ujvara e Nivicës, vende të shenjta si Xhami, Kisha dhe Teqe.